Vitet e fundit janë shtuar rastet e dhunës mes nxënësve, si brenda ashtu dhe jashtë institucioneve arsimore. Sociologët theksojnë se kjo situatë lidhet ngushtë me mungesën e prindërve në jetën e përditshme të fëmijëve, ndikimin e mjedisit kur rriten dhe përdorimin e tepruar të rrjeteve sociale. Është përhapur masivisht shumë, është shqetësuese në disa raste, madje në Korçë në 5 vitet e fundit kemi parë edhe agresivitete ekstreme, siç ka qenë rasti 14 vjeçarit që është goditur me sende shumë të forta nga bashkëmoshatarët e vet. Rivaliteti, gjua e rrjeteve sociale, ndikimi që të rinjt po krijojnë dhe ndikimi që kanë edhe bashkëmoshatarët e tjerë jashtë audiencës shkollore tek sjelljet e tyre, janë negative sepse të rinjt po janë në disa ekspozime dhe aksese të cilat ende është herët për t'i kuptuar. Si pasaj, frustrimet emocionale që shfaqin fëmijët janë treguesi një krize sociale, pasi ata ndodhen mes fëmijërisë dhe botës së të rriturve, pa një drejtim të qartë. Duhet të dinë që nuk është modeli i dhunës, i të fortit, i muskujve, ai që çon drejt avancimit dhe drejt jetës të suksesshme, por është pikërisht aftësimi profesional, edukimi i dur, respekti, toleranca dhe pranimi të ndryshmit. Duhet t'i rikthehemi humanizmit, vlerave humane, vlerave solidare dhe empatisme patjetër, sidomos në sistemet shkollore. Sociologja thotë se të rinj duhet të mbështeten kur kanë të drejtë dhe të kritikohen kur gabojnë për të ndërtuar përgjegjësinë dhe vlera qytetare.